Në ambientet e shkollës fillore Marshall Tito u mbajt me sukses edhe këtë vit aktiviteti tradicional Talenti im, një ngjarje tashmë e njohur që synon të promovojë dhe vlerësojë talentet e shumta që nxënësit tanë posedojnë në fusha të ndryshme, si muzika, arti, aktrimi, recitimi dhe sporti. Ky aktivitet është një dëshmi e përkushtimit të shkollës për të nxitur zhvillimin e gjithanshëm të nxënësve përtej procesit mësimor të përditshëm. Në këtë organizim, nxënësit shprehen me pasion dhe vetbesim aftësitë e tyre, duke i dhënë ngjyrë dhe emocion gjithë ngjarjes. Me performanca të përgatitura me kujdes dhe përkushtim, fëmijët sollën momente të paharrueshme për të gjithë të pranishmit, mësimdhënës, prindër dhe bashkëmoshatar. Aktiviteti u shoqërua me shumë duar trokitje dhe mbështetje për çdo pjesëmarrës. Në përfundim të ngjarjes u ndanë edhe çmime për të dalluarit në secilën kategori. Recitim vendin e parë fitoi Unesa Muçaj, e cila u shqua për paraqitjen e saj të fuqishme dhe emocionuese. Kreativitet dhe art pamor u shpërblyen Bejna Çapuni dhe Zara Perović për punimet e tyre të veçanta dhe të frymëzuara në gjuhën angleze. Aktrim, çmimin e parë e ndan bashk Ailin Kollari dhe Berina Kollari, të cilat sollën në skenë një interpretim të gjallë dhe tërheqës. Po ashtu ishin të shumtë edhe nxënës që morën pjesë në këtë manifestim dhe u shpërblyen edhe ato me çmime të shumta. Ky aktivitet nuk ishte vetëm një garë, por një festë e vërtetë e talentit, kreativitetit dhe bashkëpunimit. Përmes talentit tim, nxënësit patën mundësi të shprehin lirshëm, të mësojnë nga njëri tjetri dhe të ndërtojnë vetbesimin e tyre për të ardhmen. The flight of Icarus. With wings made of wax, Icarus flew to the sky, escaping everything that made him a prisoner. His father had warned him, fly not too high nor too low. If you fly too close to the sun, the heat will melt the wax. Too close to the sea, and the dam will clog the feathers. He, however, ignored his father's warnings and launched into the sky, overcome with a thrill of flight. His ambitions took over, and he soared higher and higher until he reached the sun. And as he was warned, his wings melted, and he fell into the sea below him, laughing as he descended. This story is seen in many different perspectives, but the way I see it is as a direct parallel to what humans try to do every day, reach for the impossible. And like in this myth, this act can be either seen as brave or incredibly foolish. People take risks all the time. They could speak up in class, not knowing if they're right. But sometimes temptation takes over and people take risks as big as flying to the sun. And while reaching for the impossible might seem satisfying, oftentimes it has consequences as dire as your wings melting off and falling. It's true, the higher we soar, the more likely we are to fall. Despite reaching for the impossible often ends in failure, humans still dare to dream. Even the most unattainable of dreams seem within reach when the desire is immense and unable to ignore. It's in that moment when you're already in the sky, but it doesn't feel like high enough, so you reach for the sun. Icarus fell, yes, but he flew first. He felt the satisfaction of soaring higher than anyone else had. Risk-taking, despite its dangers, can lead to remarkable achievements as well. It's only when we dare to put something at risk that we see what we are truly capable of. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you forget up, oh, if you forget up, hey, cause this is Africa. It's time for Africa.
për tërhanin që me natë ishim lidur, ishim të paditur, të pangopur, të paritur. Sa hapem bësit, thanim tërhane, lugët fluturonin, kruanin sa hane. Nëna, me një qep, tyën të menjane. S'ka gjë biri nënës. Nënat, ka qanë. Me drek të oritur, në mbliu të rotu saci, gonqët e shijes, në qilë të kolaci. Nëna, si kloçk, mos bete i sok pangrën, pas buke për typte në një thëmbër të len. Me dark të uritur, sa mjëllmisi e bëm të ushmare, po ti mama, ti nuk hëngre fare. Hani bitë nënës, shkoni filizion, së nënat së muren, po të hanë shumë. Kur ne, si fitanët, bënim për pjetë, kur nëna, si rënjët, bën të tatë pjetë, kur nisën të kuptonim, si erdhëm në jetë, filluam të kuptonim sekretin e vërtet. Kur nëna mbeti e veç një grusht me jeshtra, kur s'kishte me mish, ku të fshije gënjeshtra, atëherë zbuluam sekretet e pathëna, sekretin natural. Pse nuk hante nëna? Kur nëna u kërrus, mbeti sa një doq, sa vinte me plakur, sa vinte me voq. Nga mami u bënën, nga nën u bënën oq. Mbeti veç një shpirë, një foto, një kock. Sonte, kur djallin e TV, gjumi e ka zënë, rimon kontrolli nga dora e ka rënë. Kur gruan se gjumi, radiali pa ngrën. Sonte të kujtoj, pse saje ti nën. Po flimu e grua, se nuk u bënami, një darë pa ngrën, nuk u shkryu djami. I pasër i varfër, se ka thënë, i ngopur i rritur, nëna, që ka nën. që s'del në asnjë hartë, një kopsht I fshehur mes kujtimeve, ku koha nuk ecën, por pikon. Ngadalë pangut me durimin e një kohe që nuk ka nevojë të vrapojë. Çdo pikë që bie mbi tokën e heshtur,
është një çast i humbur, një e mundur që s'ndodhi kur. Një fjalë që mbeti pa thënë. Dhe nga ato fara lindin pemë që nuk japin fryt për kujtime. Toka këtij kopshti ishte me çantë. Sa me thellë të ecësh, aq më shumë zhytesh në të. Dhe në vend që të ndotësh këpucët, ndot shpirtin me kujtimet e tua. Secili që hyn aty lë pas një hije të vetes, të një versioni që s'u bë kur. Secili që hyn aty lë pas një hije të vetes, të një versioni që s'u bë kur. Aty lulet nuk hapen, jo me diellin, por me mendimin. Ngjyrat e tyre nuk janë për syrin, por për shpirtin. Janë ngjyrat e gjërave që s'u thon kur më. Ëndrat që u lanë si letra pa adresë. Në mes të këtij peizazhi që frymon në heshtje, qëndron një orë e madhe, pa akrepa. Ajo nuk mat minuta, as orë, as vite. Ajo mat plagët që nuk kanë emër. Sa herë që një zemër rënohet pa bërtitur, ajo lëshon një trokitje. Sa herë që dikush buzëqesh vetëm për të mos qarë, ajo rreth në një ritëm që s'e do të qenë kush. Veç ato që kanë harruar si të shohin ëndra, çmende ka kjo trokitje që i kujton çdo gabim. Shiu atje është i hirt dhe bie brenda në mendje. Ai nuk ta lag trupin, por e zbut krenarin. E kur del prej atij kopshtit, nëse del, je më e lehtë në trup dhe më e rëndë në sy, sepse në atë kopsht gjithçka është metafor, edhe unë, edhe ti. Eron, përsëri me vonesë? Me falë, arsimtare, erdha nga koha gabuar. Koha gabuar? Po, arsimtare, unë i pash 3 orare të ndryshëm. Njëri me tregoj shoku, një tjetër version me tregoj gjyshja, dhe një tjetër poshtë në telefon. Nuk di kujt i besoja më. Eron, pra ne kemi 3 orare dhe asnjëri nga ato nuk të çojë në këtë klasë në kohë? Po, e dini si është arsimtare, vonesa ime është vonesë natyrore. Ndoshta kjo është mënyrë e re për të thënë, më ka zërë gjumi. Unë arsimtare mendova se ishte e mërkure, po me të vërtet ishte e premte. Po Eron, nesër do të jetë e diele për ty. Po, nëse më thos ora ime e smart. Me duket se ora jote smart ka nevojë për një pushim veror. Ulo aty me diarin se do t'i kontrolloj detyrat. Diar, a i ke punu detyrat? Unë po arsimtare, me qëroni pa detyra. Eron, me vonesë dhe pa detyra. Arsimtare është një histori e ndërlikuar. Me duket se e di ka ku po shkon, por vazhdo, jam shumë kurioze. Dje pas dite, isha duke e bërë detyrën. Ishte perfekte. Po pa pritur, motra ime e vogël vendosi të bënte një eksperiment shkencor. Një eksperiment shkencor? Po, ajo mori fletorën time, e bëri në formë të aeroplanit dhe e gjujti nga dritarja. Mos në thuaj që fletorja u bë vërtet një aeroplan. Po thuajse, u përplas me balkonin e fshinjit ton, i cili po ishte lulet. Dhe më pas, e mora fletoren me kujdes, e hapa flet mas flete, por fletorea u lag komplet. po çfarë ndodhi me fletore pastaj? Pa pritur, nëna ime me thiri për të shkuar në dyqan. Dhe më pas, Fletoren e lash mbi tavolinë, por kur i ktheva, e pash që gjyshi ime kishte përdorur për të mbajtur filxhanin e çajit. pra, sipas teje, fletorja jote u bë një aeroplan. E ka parë një lule dhe pastaj është ndru sikur një konstrukt për çajin e gjyshit. Po arsimtare, po sikur nesër fletore ime bëhet tani e kozmike dhe të udhtoj gjithë hapësirën. Vetëm nëse NASA më dërgon një email, përndryshe detyrat ishte bis i dua në bank nesër. Po sikur të bie një meteor dhe të më shkatroj gjithë detyrat. Po të ndodh kjo Eron, do ta blej një fletore të re. Nuk do të kesh më asnjë justifikim tjetër. Djar, ma gjeni justifikim për nesër, se kam një ndjenjë që do me duhet. Po, hapur, për... se nuk kam bë detyrën. Ku do ishte aventura atëherë, më djar? Mos u lodh Eron. Nesër ndoshta do të befasoj me një test të papritur. Me një test të papritur? Jo, test të papritur, jo. A di si do t'ja bëj? A di si do t'ja bëj? Nuk do të vi as pak në shkollë. Eja nesër në shkollë, Eron, dhe leri këto justifikime. Përndryshe, do të mendoj që banka jote ka rëshitur nga klasa. Arsimtare, shiko, s'është ide e keqe. Ikni, qoftë të dy, dilni jashtë, të dy, edhe ti, dilni jashtë shpejt. Si vjetër në kodër.
me rrodha në fytyrë si harta e botës. Në sytë e ti një det i fell kujtimesh, histori të vjetra si për Alladiri. Duart e ti të forta si rëjnë peme, më kanë bajtur fëmbrot në net të ftohta. Zëri ti si një melodi e ëmbël, më ka treguar tregime pa fund e pa mbarim. Në gjirin e ti kam gjetur stret të sigurt, në krahët e ti kam fluturuar pa frikë. Këshillat e ti, si yje në qiellin e natës, më kanë drejtuar rrugën në çdo hap të jetës. Gjyshi im, një heroj i heshtur, me zemër të madhe si një oqean. Në çdo buzëqesje, në çdo fjalë të ti, kam gjetur dashuri të pastër dhe të pafund. Tani, kur ai nuk është më pranë meje, kujtimi i ti si një dritë e pashuar, më drejton rrugën në çdo hap të jetës dhe më kujton dashurinë që kur nuk shuhet. Danas stojim pred vama ne samo kao učenik, već kao i dijete. Dijete koje zna koliko jedna majka znači. Majka prva koja nas je zagrlila, prva koja nas je naučila da volimo, da vjerujemo, da sanjamo. Ona je ta koja šapuće tiho, možeš ti to. I kada svi drugi ušute. Svak njena suza, svak njena neprospavana noć, svaki njen osmeh utkusali su nas u ono što smo danas. Uz majčine ljubavi svijet bi bio hladnije mjesto. Zato danas, prije nego što zapevam, želim reći hvala ti, majko. Za svaki korak koji si prehodila za mene, za svaku riječ koju si prečutila da bi mene zaštitila, za svaku molitvu koju si za mene uputila. Ova pjesma je moj skromni poklon svim majkama, našim najboljim prijateljima, našim anđelinama na zemlju. Vodimo vas danas, sutra i zauvek. Ajde, malo ti smijemo da li da guramo. Dan započne smiješno. Baš dobra ideja. Izvini, evo da ti pomognem. Kako si samo smotana. Stvarno, šta ti je ovo sa kosom? Kupaš li se ti uopšte? A pogledaj ovo što si obukla, kao da si iz cirkusa izašla. Stvarno, a uši? Jao, još si i klempava. Zašto ste loše prema meni? Šta izvadiš, šta ti je to sa rukama? A, da ti ne umiješ da pričaš. Pa čak i moj brat koji ide u vrtić bolje priča nego ti. Amra, znaš šta je dobro? Što razreda neće razumjeti ništa se kaže. U pravu si. Ne znam zašto ste toliko loše prema meni. Bolje da požurimo, da kasnimo na čas. Poslije ćemo popričati sa njom. Da, idemo. Ena je Dajla. Vidi, niko se ne druži sa njom. Misliš li da smo preterale prije? Da, stvarno mislim da jesmo preterale. Ajde idemo u park, ćemo s njom i da se izvinimo.
Da. Stani. Kako ćemo da se izvinimo ako ne razumemo znakovni jezik? Toga se nisam sjetila. Šta ćemo da radimo? Amra razmišlja, a Adelisa se vrti u krug. Znam, mogli bismo da naučimo znakovni jezik. Ali kako? Imam plan. Šta kažeš da posle škole odemo u biblioteku i da naučimo njen jezik? Odlična ideja. Mislim da tu knjigu sa njenim jezikom možemo pronaći u biblioteci. Super, može. Posle škole Amra i Adelisa idu do školske biblioteke i pronađu knjigu Prašnjavu. Pronašla sam je. Baš je prašnjava. Prvo treba da nađemo riječ izvini. Amra i Adelisa uče. Ne mogu ja ovo. Stvarno je teško. Znam, ali moramo nekako da se izvinimo. Tu si u pravu. Sutradan Adelisa i Amra otrče do Dajle. Ćao Dajla, izvini na moje ponašanje od prije. Nije bilo lijepo od nas što smo ti smijavale. Da, izvini. Zdravo, nema veze, svakome se može desiti da me ismijava. Hvala što me poštujete. Da li želiš da se družimo? Može. Super, imamo novu prijateljicu. Baby, we both know this is not a time. It's time to say goodbye until we meet again.
prepared a presentation primarily about feminism. Originally, I wanted to yap facts on top of facts about this topic. I had planned this presentation for days, from the headings, the stanza, the choice of vocabulary, and things even silly as the intonations. My instinct told me to portray things like this despite it being ridiculous. But now I realize that if I truly want to express myself, speaking from my head and from my own heart feels far more adequate. Nevertheless, speaking logically can get tedious. So in the way I know best, I'll speak of this issue, saying that it is a privilege to speak my mind. I have this opportunity that most people yearn for, so I must say the right things and hope that their meaning come true. Çfarë do të thotë të jesh shkrimtare për mua? Të jesh shkrimtare për mua nuk është thjesht vetëm hobi apo profesion. Është mënyrë jetese, mënyrë për ta kuptuar jetën më thellë përmes fjalëve të buta. Është si të mbash në dorë një pasqyre dhe të përpiqesh ta kapësh dritën që kalon përmes nuancave të jetës së përditshme. Të shkruash për mua është si të reflektosh jetën tënde në një copë letre, ti shprehesh fjalët që ndoshta goja si thot dot, por i mendon truri dhe vijnë drejt nga zemra. Fjalët kanë fuqi dhe si shkrimtare e ndjej këtë fuqi çdo herë që shkruaj. Më e lirë ndihem, gjendem në një botë fare të ndryshme. E imagjinoj veten në një kopsht magjik, duke vrapuar në barin e freskët, ku gjendet një lum nga i cili rrjedhin fjalët si ujë. Përshëndetje! Ja, ku po takohemi përsëri në rubrikën tonë. Qesh e mos pyet, me një të ftuar speciale. Mirë se erdhe Berina. Sot kemi një intervistë shumë serioze, por me rregull. Kush qesh humb? Mirë se ju gjeta, por po të paralajmëroj që kam humbur qysh përshëndetja. Dakord, humbja u pranua. Fillojmë me një pyetje filozofike. A është më mirë të hash picë të ftohtë në mëngjes apo supë të ngrohtë në verë? Picë, gjithmonë. Edhe kur më del në ëndër i them mos sik veç edhe një kafshat. Ndërsa supa në verë është dënim, jo ushqim. Duket që ke përvojë. Tani thuaj, cila është situata më qesharake që të ka ndodhur? Ishte kur ndolla nga shtëpia me këpucë të ndryshëm, njëra roz, tjetra blu. E kuptova vetë kur një fëmijë më pyeti, po këto këpucët e tua në shamat janë? Artistike fare. Po thuaj, çfarë do të bëje nëse do bëheshe e padukshme për një ditë të tërën? Unë do të hyja në orën e matematikës dhe do të ndërroja vendet e librave në të tërë klasën. Panik totale. Profesori do të më nxjerrë që librat na kanë marrë jetën. Ua, e tmerrshme, por edhe shumë krijuese. A ke ndonjë mik që të bën gjithmonë për të qeshur? Po, vetja ime në mëngjes. Sa po zgjohem dhe shoh veten e pasqyrë, unë qesh nga tmerri. Kjo jam unë, po unë s'kam fjetur, kam luftuar. Më ke bërë të qaj nga këto të qeshura. Okej, e kam një tjetër. Po të ishe një kafsh për një ditë, çfarë do të zgjidhje? Një mace, fle, ha, los me ndonjë fije beri, gjithë bota adhuron. Është jetë perfekta. Po ndonjë superfuqi që doje të kishe? Të zhdukem sa herë që më thonë gritu heret ose fshi pluhurin. Është magji shpëtimi. E po, për në fund ti na thuaj një këshill për të gjithë ata që duan të jenë të lumtur. Këshilla ime është që mos të merrni gjithçka seriozisht. Qeshni edhe nëse ndodh ndonjë gjë e sikletshme. Sikur të theret profesori dhe ti mendon që është mami yt. Verina, ti tregove mesazhin tënd. Erdhi dhe radha ime ta përcoll unë mesazhin tim. Tani, përmes këtyre vargjeve. Lumturia. Lumturia së zhurmë. As kërisma me dritë. Është heshtja që flet, kur zemra s'ka frikë. Është ndjesë e butë, një prekje në sy, një kafshat e ngrohtë, një buzëqeshje aty. Nuk është ar as kuror.
as fitore në garë. Është dorë që të mbanë kur je lodhur nga varg. Është dielli në mëngjes që hën pa trokit. Është aroma kafes, një fjalë që të ngjit. Është kur vjen në shtëpi dhe të presin me zjarr, me shpirt pa kushtime, me paqe në krah. Është kur qesh pa arsye, pa plan e pa shkak, kur ndjen se je gjallë edhe ka qesh mjaft. Lumturia s'ka zë, por tingëllon në shpirt. Është dritë që se shohim, por ndihet si libër i fshehtë. Është fëmia që fle, një libër i lexuar, momenti që s'kthehet, por mbetet i bekuar. Mos e kërkoni largësi. Në malje adete, ajo ripranteja në fjalë të vërtet. Në një përqafim, në një mirëmëngjes, aty është lumturia, pa zhurmë e pa stres. Shkolla Marshall Tito do të vazhdojë të mbështesë dhe të zhvillojë nisma të tilla, të cilat ndihmojnë në formimin e plotë të nxënësve si individ të angazhuar, të aftë dhe të frymëzuar për të ndjekur pasionet e tyre.